Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro ka reaguar për ligjin për barazinë gjinore, ku ka deklaruar se ligji në fjalë është në të njëjtën linjë me direktivat evropiane që rregullojnë jetën demokratike në vend. Ligji, sipas ministres, synon të përforcojë parimin e trajtimit të barabartë dhe të harmonizojë legjislacionin shqiptar me standardet e Bashkimit Evropian. Çdo iniciativë që ne bëjmë, sidomos iniciativat ligjore, kanë një detyrim ligjor që është gjithashtu dhe një bindje politike që ne kemi. Të jemi në të njëjtën linjë me direktivat europiane që rregullojnë jetën demokratike në vendet tona. E pyetur nëse ligji do të bëhet pjesë e literaturës në shkolla, Kumbaro theksoi se programet shkollore kalojnë në proces diskutimesh të gjata e trajnimesh nga mësuesit. Ajo theksoi se gjithçka kalon në filtra të rëndësishëm dhe në përputhje me direktivat europiane. Të gjitha programet shkollore ne i kemi të gjitha të botuara, ato kalojnë në një proces shumë të gjatë diskutimi, përgatitjesh dhe trajnimesh, pra kualifikimesh nga mësuesit. Prandaj, është shumë e rëndësishme që ne të komunikojmë mesazhin e dur prindërve, klasave, mësuesve, përpara se sa të hedhim shashka, siç janë përpjekur aktorë të ndryshëm të hedhin. Nga ana tjetër, edhe ambasadorja e Francës në Shqipëri, Catherine Suard, komentoi nga Korça ligjin për barazinë gjinore. Nuk ka një direktiv, por është i gjithë korpusi ligjor dhe gjithë direktivat, të cilat mbrojnë mos diskriminimin, mbrojnë vlerat njerëzore dhe nuk ka një direktiv të posaçme, por janë gjithë vlerat e Bashkimit Evropian, që e përfshin këtë, aty ku Shqipëria kërkon të anëtarësohet, trajtimin e barabartë të gjithë qytetarëve. Deklaratat u bën pas takimit përmbyllës të komitetit pilotues për rihapjen e liceut franko-shqiptar të shkencave dhe inovacionit në Korçë.